Ndonë se e nisën ditën plot ëmbëlsi me puthje dhe përqafime, duket se qetësia mes Brikenës dhe Mateos në shtëpinë e Big Brother VIP 5 nuk ka zgjatur shumë. Teksa banori ndodhej në dhomën e grimit duke u përgatitur për ditën, Mateo i është afruar për t'i uruar mirëmëngjesin me fjalë për këdhelse. Ai e ka pyetur nëse kishte fjetur mirë, duke ju drejtuar me fjalët "o drita ime". Megjithatë, situata ka marrë një rrjedh krejt tjetër vetëm pak sekonda më vonë. Mateo ka vendosur ta ngacmojë lidhur me pastërtinë e krevatit të saj, duke bërë një koment që nuk është pritur as pak mirë. E di që i kishte çarçafët për faqe të zezë, klëfin e jashtëkull. Ti kam ndëruar, i ka thënë ai hapur. Kjo deklarat ka mjaftuar që Brikena të ngrijë për një moment, ta shikoj drejt në sy dhe më pas të çohet menjëherë me nerva, duke u larguar nga dhoma e grimit pa i kthyer asnjë përgjigje. Atmosfera ndryshoi menjëherë. Banorët e tjerë që ndodheshin aty pranë mbeten të habitur nga reagimi i saj, ndërsa Mateo tentoi ta kalonte situatën me të qeshur, sikur gjithçka të kishte qenë një shaka e pafajshme. Ore po bëra shaka, u dëgjua ai të thoshte, por Brikena nuk u kthye më pas. Pak minuta më vonë, ajo u pa në obor, e tërhequr dhe e dukshme që po përpiqej të qetësoj. Një nga banorët ju afrua për ta pyetur çfarë kishte ndodhur, por Brikena nuk u përmbajt, nuk më pëlqejnë këto gjëra. Nuk është normale të më flas ashtu, sidomos para të gjithëve. Ndërkohë, në anën tjetër të shtëpisë, Mateo po diskutonte me disa nga djemtë, duke u përpjekur ta justifikonte veten. Po pse e mori kaq seriozisht? Thjesht po e ngacmoja. Por jo të gjithë ranë dakord me të. Njëri prej banorëve i tha hapur, ka gjëra që nuk thuhen kështu, sidomos për higjienën. E vë në siklet tjetrin. Situata u tensionua edhe më shumë kur Brikena u rikthye brenda dhe përballja mes tyre u bë e pashmangshme. Pse duhet me më ul kështu? I tha ajo me ton të prerë. Po s'të ula, mo ishte shaka. U përgjigj Mateo, tashmë më serioz. Jo, nuk ishte shaka. Këto janë gjëra personale. Nuk i nxjerr para të gjithëve. Për disa çaste, të dy qëndruan përballë njëri tjetrit, ndërsa banorët e tjerë ndiqnin situatën në heshtje. Mateo u li tonin. Në rregull, nëse të kam mërzitur, më fal. Sisha me qëllim. Brikena nuk reagoi menjëherë. Ajo mori frym thellë dhe tha, thjesht mos e bëj më. Edhe pse situata u mbyll pa një shpërthim të madh, tensioni mes tyre mbeti i ndjeshëm gjatë gjithë ditës. Ajo që nisi si një mëngjes i qetë dhe i ëmbël, u kthye në një debat që tregoi edhe një herë se në shtëpinë e Big Brother VIP, balanca mes humorit dhe respektit është shumë e brishtë. Dhe si gjithmonë, publiku jashtë po e ndjek çdo detaj.